nuk kam nevojën e burrit, do ta montoj vetë dollapin. Atë thash tek vetja time edhe e hapa që ta shikoj. Pastaj kur e pash që ka 500 dhoga brenda, thash lere kur të vi burri. E mora një çik me të mirë siç e patë edhe pranoj që ta rregulloj pasi u kthye nga puna. Jo se ishte e vështirë, po tani unë në 9 të darkës të rrit të rregulloj dollapin do më marri mëngjesi, 9 e mëngjesit. Ja, ndihmoj edhe djali që të mos thoni, ta mësoj edhe ky zanatin avash se kur të mos doj burri ti rregullon djali pastaj dollapët u pa puna. Edhe ndaj filluan punën të dy babe birë të rregullojnë dollapin. Një i voç këlfare ishte siç do shikoni, se më duhej për në tualet, për të futur ca gjëra të vogla, do t'u tregoj edhe pastaj se si e rregullova edhe çfarë vendosa brenda, po duhej jo njerëz, më tha burri, po ti sa erdhe nga pushimet nuk ka ndaluar delivery të vi tutje tu, kishte të drejtë. I thash janë gjëra që na duhen. Të keq Janina edhe ç'to thoshte. Ja dhe dollapi.